Albania Radio, she's on air. Dhe ja këtu me këtë energji kaq të mirë ne jemi rikthyer në She's on Air. Vajzat bëjnë ca batuta shumë të lezetshme ndërkohë që jemi në publicitet. Neve vazhdojmë të na ndiqni, ju vazhdoni ta ndiqni neve në frekuencën ne mund të ikim vetëm tonë këtu. Në frekuencën 100FM në kanalin 10 në digital. Atëherë Kisin e kemi vënë re që ti e shoqëron gjithmonë Mateon në She's on Top. Si të duket ai si pjesëtar jurie? Mua më pëlqen shumë Mateo si pjesëtar jurie dhe ç'është e vërteta unë kam qenë një nga ato njerëzit që i kam thënë po shko dhe provoje se mendoj se si pjesëtar jurie i përshtatet shumë. A ka ndryshuar ndërpak Mateo nga ai çfarë njeh ti nga afër dhe se si mund të impostohet në rolin e një opinionisti në ekran? Jo. Mendon se është më i ashpër apo më i ëmbël me gocat aty e zbut pak situatën? Unë mendoj se Mateo i bën kritikat që ka për të bërë, po Mateo i bën kritikat në mënyrën më të butë të mundshme. Këtu jemi pak të kundërt, domethënë, i bën në mënyrën më të butë të mundshme. Ti nuk do isha aq e butë. Unë madje një kështu fun fact i vogël, herën e parë më duket, atë dytën që kam shoqëruar Mateon për të xhirimet e She's on Topit, vajzat aty mendonin se unë isha konkurrent. Jo, pjesë e jurisë si e ftuar. Dhe po qeshnin, po flisnin dhe i thash, goca thash, mos më merrni kaq me të mira, thash se pra filluan lajkat. Keni fatin thash që është ky se po tisha unë thash jam më e keqe, thash nuk jam kaq e mirë sa dukem. Ta shikondit ju. Se realisht domethënë jam pak më e ashpër, nuk e di pse, po kështu më ka bë zoti. Pak fare më të ashpër. Si është Mateo para se të dalin në transmetim? Ka emocione? Ka pak emocione, me thënë drejtën se She's on Topit xhirohet te pishina e Bigut dhe Mateo puntatat e para ka pas një ndjesi sikur sikur po futej në Prime-in e Bigut. Edhe po tani ka kaluar ajo gjëja, normalisht ato e ka pasur vetëm puntatën e parë, po tani është super okay. Shkruar në një situatë fani në backstage që të ka bërë të qeshësh me gocat, po edhe me Mateon, me antarët e tjerë të jurisë Bërkenën ose Nikon. Mund të ketë pasur dista, po nuk është se mbaj mend diçka specifike. Domethënë se kanë qenë shumë. Edhe po, kështu që po është goxha, domethënë She's on Top është goxha argëtues për post faktit që vajzat janë aty për të modeluar dhe për treguar veten e tyre në modeling, në photoshooting, në hecje e tjerë, është dhe goxha argëtues. A ka pasur një vendim që Mateo ka marrë dhe ti nuk e qenë dakord edhe ja ke shprehur? Jo, deri tani kam qenë dakord me çdo vendim që ai ka marrë. Në një vajzë që kanë nxjerrë në nominim për shembull. Jo. Jeni dakord ju për shembull të dy? Sepse neve zakonisht kemi të njëjtat mendime dhe të njëjtën vajzë për shembull që ka dashur ai ta nxjerrin në nominim, të njëjtën kam pasur dhe unë kokën time, kështu që jo. E vërtet. Në një nga netet e spektaklit, Eli, një nga konkurrentet, vendoset të surprizojë me një trëndafile, prisja? Jo, nuk e prisja, me thënë të drejtën, madje u çudita shumë kur tha që se unë e pash që ajo kishte edhe një tjetër, domethënë kur e nxorri, dhe po mendoja ndoshta e ka mbajt për vete si pjesë të veshjes, nuk e di, domethënë një aksesor shtesë, po u më bë shumë qefi kur ma dha. Okej, si mendon se ishte pak si tip like, pak favorizim që ta mbante Mateo pak më shumë me hatër? Jo, me thënë drejtën nuk e mendoj, se duke qenë se ato janë vetëm 3 pjesëtar të jurisë dhe nga juria vetëm unë jam ajo që e shoqëroj Mateon, kështu që zëri se jam një juri e jashtë. Kështu që jo, nuk më duk si like, thjesht si një gjë shumë e mirë menduar dhe cute. Domethënë e vlerësova goxha. Po çfarë mendimi ke ti për Elin si konkurrente? Ose mos sa kush të pëlqen ty nga gocat e She's on Topit, se ndoshta se i pëlqen. Jo, mua Eli më duket konkurrente e mirë, madje puntatën e kaluar më ka pëlqyer me veshjen e saj, me ato krevatat e kështu më ka pëlqyer goxha. Është treguar shumë kreative, po një të preferuar, se kë kam mund të preferuar, më vjen shumë keq, por nuk më lejohet ta them, se duke qenë se vllai im është pjesëtar i jurisë, duket sikur ndikon mendimin. Po, duket sikur ndikon ose duket sikur e imponoj unë, kështu që nuk e them dot as kë kam më favorita, as kush nuk më pëlqen.
Po për Ines, konkurenten që të cilën u tha se po flirtonte me Mateon, mendon se ka vërtet një pëlqim? Jo, nuk e mendoj si, jo, fare, zero. Mendon se e bëri për të bërë një lajm, për të Jo, thjesht duke parë mendoj se ka pasur disa luhatje mes Brikenes dhe Mateon. Jo, apo? nuk e mendoj fare që e ka bërë me atë qëllim. Madje edhe se unë jam me vajzat edhe në backstage, se përderisa rri aty dhe nuk shikoj asnjë lloj afrimiteti ose gjë më shumë, plus Mateo është vetë person që nuk e lejon veten që të krijojë afrimitet me konkurrentet. Kështu që jo, nuk e mendoj ashtu, thjesht ajo ka dashur që të marrë se s'bën një mendim pozitiv për veten e saj atë puntat. Kështu Mateo bie kollaj në dashuri apo do ca ditë? Jo, nuk e ka me 3 ditë. Jo, unë 3 ditë kam provë. Mateo në fakt është, për mendimin tim, është shumë e vështirë që të bjerë në dashuri, pora vështirë se del. Okay. Do me thënë, pora është ta mama jo fjalla bije. Ka rënë pra. Pas ka rënë do me thënë tani. Po. Zhytur. Kështu, po notona. Po ti si motër, për shembull, se unë mendoj në raportin që kam unë me vllajin tim. Kur e shikon vllajin tënd që do me thënë ndonjëherë ajo dashuria e madhe e gjitha dhe përpiqet motra që të vite ta. Dile. E bën ti ndonjëherë këtë rolin që ta sjellësh në vete ose diçka apo? Jo, se dashuria është ndjenjë shumë e bukur për të përjetuar nga çdo kush. Edhe unë nuk kam se ta nxjerr nga ajo kështu bubble i vet që është futse. Çdo njeri kur bie në dashuri, futet ajo flucka vet edhe ka ato ndjenjat edhe emocionet e veta dhe nuk jam munduar me thënë drejtën se ai po e shijon ato gjën, kështu që dashuria është gjë shumë e bukur, ndoshta unë vllai im nuk ka qenë me personin e dur dhe prandaj unë kam shkundur, kështu që është një lloj hinti mendoj unë. Motra si ke si paçit. Alisa ja ka dalë nami që jam edhe motër e keqe. Plasi rjeti i ke ndar ti ke bë kështu e ja doli një video që është e vërtetë që duket sigurisht një kunj për Brikenën. Unë nuk e kuptoj. Ajo kënga nuk kishte lidhje fare me Brikenën, jo, nuk e di. Domethënë njerëzit deluzionojnë shumë. Unë kam dalë në këtë konkluzion. Dhe nuk përpiqem më të mbush mendjen as kujt. Domethënë jam goditur shumë në rrjet për këtë temën. Po nuk kam dhënë kur një kundër përgjigje sepse më zhduk budalli komplet, domethënë nuk kam arritur ta logjikoj dot si e logjikojnë ata dhe kam thënë just let it be. Ka menduar se je motor si Ina që të shkundet dhe ndërhyn shumë në jetën e vllajt edhe nuk ndërhyn fare, po kur e shoh që s'bën o vlla. S'bën dhe pik. Do bëj çmos. Një kritik që do t'i bëje ti Mateo si motor ose dhe si shikuese e Top Arenës ose dhe Shizon Topit. Nuk është se kam ndonjë kritik. Është perfekt pra. Po jo, për syrin tim është gjithmonë perfekt. Domethënë nuk kam asnjë kritik në momentin mund t'i jap ndonjë këshill të vogël para se të dali në transmetim ose zakonisht jam aty duke i rregulluar ato fijet e flokëve që ja rregulloj kështu para se dalin në transmetim, po gjë shtesë jo. E kështu fluturoj përsëri koha. Biseda do ketë akoma mes nesh. Ne do të rikthehemi pas pak.